sot u bë si mot, pa fesi i shkret. Titull njerëzimet quhet kjo emet. Musliman i ditshëm këtë se bën kurr. E çmon si duhet, xhevahir e gur. Kush ka gjysë mendje, se çmon do të fen. Kush merr vesh Kur'an, nuk i lëshon fren. Ne e duam Kur'anin, se pa fe do të sërrojmë. Shpirtin dhe zemrën veç me të e shërojmë. O njeri, e që të mashtroj ty kundrejt Zotit tënd, që është bujare i urt, që të krijoj, të përsosi dhe të drejtoj, të formoj në formën që ai dëshiron. Shejtani nuk dëshiron tjetër, përveç se nëpërmjet të verës dhe dixhozit të më fus armiqësi mes jush, t'ju pengoj nga përmendja e Zotit dhe t'ju largoj nga namazi. Pra, o po jepni fund alkoolit e dixhozit. Ajo që shijon më shumë në këtë botë është kur durojmë diçka. Nëse jetojmë vetëm për vetëm, lindim të vegjël, jetojmë të vegjël dhe vdesim të vegjël. Kurse kur jetojmë për të tjerët, jeta jonë zgjatet. Kur jep shumë, ndihet se ke marrë më shumë nga kjo botë. Zoti yt krijoi çfarë të dojë dhe zgjedh këtë të dojë. Atyre nuk u takon zgjedhja. I pastër dhe i lartë është Allahu, nga ta i përshkruajnë për shok. Lëri përcaktimet të bëjnë të vetën, dhe fli i qetë mos u merakos për jetën. Sa qele mbyll syt, o ti njeri, Allahu krijon shumë mirësi. Rrëfehet se një grup të rinj nga fisi i Izraelit ishin në adhurim e sipër, dhe kur u kishte ardhur koha për të mbyllur agjërimin, një prej tyre foli e tha: "Mos hani shumë, se ndryshe do të pini shumë, e kështu do kërkoni të flisni shumë, dhe përpasoj do humbisni shumë." Profeti paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të ka thënë: "Populli tim i është dhënë begati në mëngjes herët, si dhe 2 rakatet e namazit të sabahut kanë më shumë vlera se dynjaja e çka në të." Sa më shumë ta dojë njeriu Zotin e tij, aq më shumë e duan njerëzit. Sa më shumë t'i druhet ai Zotit, aq më shumë njerëzit i druhen atij. Dhe sa më shumë ta respektoj Zotin, aq më shumë të ta respektojnë njerëzit atë. Të rëmosh për të mësuar të metat e tjetrit është paturpsi. Ta përflasësh atë majtas e djathtas dhe si pafalshëm, kurse përplasja e syve të këqij që ka bërë me goditjen e rëndë që prish unitetin e një shoqërie. O Zotin, më mbro nga paftësia dhe përtatësia, nga kupracia dhe fuqia dhe nga dënimi i varrit. O Zotin, më dhuro për kushtim dhe pastro ma shpirtin, ti je miku dhe mbrojtësi më i mirë. Grua e mirë është ajo me urtësi në buzë, me brishtësi dhe delikatesë në shpirt, me respekt ndaj kujdo në sjellje, duke e ndjerë këtë si aspektin e saj të shenjtë. Turbullirat e brendshme me burimin njerëzor i kthen në mësim e meditim, si një nuse e mirë.
Profeti paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të ka thënë: Sikur ju të mbështeteni tek Allahu me mbështetjen e një mendjeje, ai do t'ju dhuronte siç u dhuron shpezëve, të cilët gëllinë të uritur e ngrysen të ngopur. Një njeri i zemërbardh, edhe pse lodhej gjatë gjithë vitit duke punuar, në fund prodhimin e ndante në 3 pjesë të barabarta. Prej tyre, njërën e shpëndante tek të varfërit, njërën e mbante për familjen dhe njërën e kthente sërish në kopësht, sa madhështore. O Zoti im, ty të mbështetem të më mbrosh, nga një dije pa dobishme, nga një zemër jo e devotshme, nga një shpirt i pangishëm dhe nga lutjet e të cilës nuk i përgjigjesh. O njeri, kur shejtani të përshpërit diçka në zemër duke e nxitur të bësh ndonjë mëkat ose kur egoja jote anon drejt një mëkati, kujto amanetin e madh që është dhënë njeriut, i cili nëse do të lihej maleve, do të shkrihesh nga frika e madhe ndaj Zotit. Të duash dashurinë dhe të jesh armik i armiqësisë është karakteristika më e spikatur e një zemre që ngazëdhen me besim, kurse urrejtja për çdo njeri është ose lëshimi i zemrës së djallit ose një vepër marrëzie, ndaj duaje njeriun, mahnitu pas njerëzores. Fatmirët e cilët me sjelljen e tyre ndodhen në udhrin e shpirtit, marrin udhë gjithmonë drejt pëlqimit të krijuesit, drejt virtytit dhe njerëzores. Busulla e tyre shënojnë gjithmonë të njëjtën pikë orientuese, pa ashtu edhe kaja e lëvizjes së tyre. Edhe nëse rrallu ndodh ndonjë shmangje, me një bendesë të sinqertë me një rënkim të thellë e tresin në shpirt. Duhet të ruesh, që qoftë edhe një herë të vetme të mos biesh në pushtetin e egos, sepse, sipas saj, të gjithë njerëzit të veçteje janë mëkatar dhe çdo individ është një pafat, dhe kjo, për ata me fjalë drejtim, do të thotë shkatrimi i personit. Tregoji ashpër me egon tënde, kurse me të tjerët, më i buti të butëve. Thjeshtësia është treguesi i pjekurisë dhe i vlerës së individit, kurse mbajtja me të madh i papjekurisë dhe i mangësisë së vlerave të individit. Njerëzit më të formuar janë ata që u gjenden më shumë pranë njerëzve, kurse njerëzit më të mangët me vlera janë ca të pafat me nam të keq, të cilët e kanë për turp të rinë mes njerëzve e t'i ndajnë gëzimet e hidhërimet me ta. Se qi para Zotit, mund ta vlerësosh me anë të vendit që i ke veçuar atij në zemër, kurse se ç'pozit ke mes popullit, duke u peshuar e matur me qëndrimet e tua, mos u shkëput nga Zoti, qoftë edhe për një çast, dhe as mos lakmo një jetë të vetmuar. Mbi tokë let ece, me të tjerët si se prish edhe një fjalë, me zemër të pastër të gjeti ty vdekja, qofshi xhenetit o besimtar. Profeti paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të ka thënë: ai që mbetet prapa me veprat e tij, asnjëherë nuk do ta mund të bëj përpara pa ndihmuar të afërmit e tij. Trupin dhe shpirtin mund t'i kesh nën kontroll, për aq kohë sa ato janë bashkë. Është pikërisht ky interval kohor brenda të cilët njeriu mund të fitojë apo të humbë përjetësinë.